Hej, përshëndetje të gjithëve. Sot në temën e radhës do të flasim për veprimtaritë ekonomike, të cilat financohen nga kapitali i vet dhe nga kapitali të tretëve. Gjatë veprimtarisë ekonomike, ndërmarrja kryen shpenzime dhe realizon të ardhura. Për të prodhuar produktet e gatshëm, ajo blen lëndën e parë dhe materialet ndihmëse. Gjithashtu paguan pagat e punojësve, taksat ndaj shtetit e të tjerë. Të vlerësuara në para, këta element përfaqësojnë shpenzimet e ndërmarrjes. Me shitjen e produkteve të gatshëm ose të shërbimeve, ndërmarrja realizon të ardhurat në para. Diferenca ndërmjet të ardhurave të siguruara dhe shërbimeve të kryera jep rezultatin ekonomik të ndërmarrjes. Kur kjo diferencë del pozitive, atëherë thuhet se ndërmarrja siguron fitim. Në rast se shpenzimet janë më të mëdha se të ardhurat, atëherë ndërmarrja del me humbje. Dhe kryerja e shpenzimeve shpeshherë nuk përputhet me realizimin e të ardhurave. Nevoja financiare e ndërmarrjes ndryshon vazhdimisht në kohë dhe në varësi të shumë faktorëve si ndryshimet teknologjike. Përparimet në teknologji kanë si qëllim rritjen e prodhueshmërisë. Gjithashtu, teknologjitë e përparuara ulin dhe shpenzimet për njësi produkti. Si rrjedhoi ndërmarrjet janë të interesuara të përdorin teknologjinë e re, por ama kjo kërkon burime financiare për blerjen e saj. Një faktor tjetër është luhatja në aftësitë blerëse të paras. Gjatë periudhave të ndryshme ndodh që kemi të bëjmë me uljen e vlerës së paras. Kjo ndodh si rrjedhojë e rritjes së çmimeve të madhrave dhe të shërbimeve. Kur ka rritje çmimesh në shumicën e madhrave dhe të shërbimeve, atëherë thuhet se ka inflacion. Kjo ndikon në rritjen e shpenzimeve të ndërmarrjes. Ndërmarrja duhet të ketë më shumë mjete monetare për të blerë të njëjtën sasi të lëndës së parë. Inflacioni në këtë rast i rrit çmimet e lëndëve të para. Faktori i tretë është politika e udhëheqjes së administratës drejtuese. Si rrjedhojë e ndryshimeve të kushteve të tregut apo faktorëve të tjerë, administratorët e ndërmarrjes mund të ndryshojnë politika dhe mënyrën e drejtimit të ndërmarrjes. Kjo shoqërohet shpesh herë me shpenzime shtesë dhe si rrjedhojë kërkon më shumë të ardhura monetare. Periudha gjatë të cilët mjetet financiare të investuara në veprimtarinë e ndërmarrjes përfundojnë ciklin e tyre duke u rikthyer rishtas në formën e paras, quhet cikël i rifutjes së kapitalit. Në një cikël të tillë, është më i gjatë ose më i shkurtër në varësi të tipit të investimeve të kryera. Për shembull, investimet e kryera në lëndë të parë kthehen me lehtësi e me shpejtësi në formë monetare. Përkundrazi, investimet e kryera në impjantet e makinerisë kthehen në formë monetare në mënyrë më të ngadaltë dhe më graduale përmes mekanizmit ekonomik financiar të amortizimit. Nevojat financiare tërësore e një ndërmarrje mund të klasifikohen në nevoja të qëndrueshme financiare dhe nevoja të ndryshueshme variabile financiare. Grupi i parë, nevoja financiare e qëndrueshme, është ajo që përcaktohet nga investimet në aktive të qëndrueshëm dhe në veprimtarinë e përhershme. Grupi i dytë, nevoja financiare e ndryshueshme, është ajo që përcaktohet nga investimet në mjetet qarkulluese, të cilat shndrohen në para në afate të shkurtra. Burimet e financimit të ndërmarrjes i ndajmë në dy kategori. Burimet e brendshëm ose kapitali vet dhe burimet e jashtëm ose kapitali i huajtur. I marr borxh, thënë më ndryshe. Është shumë i përhapur mendimi teorik se kapitali vet mund të mbulojë nevojat e qëndrueshme financiare. Pra nevojat që kanë të bëjnë me veprimtarinë e përhershme. Duke krahasuar me kapitalin e vet, funksioni i kapitalit të marrë borxh është plotësues. Për zhvillimin e një veprimtarie ekonomike normale, të ndërmarrje janë të domosdoshëm të dy burimet të trajtuar më lart. Dhe këtu arrim në konkluzionin që kapitali investuar në një ndërmarrje është shuma e kapitaleve të veta dhe e kapitaleve të marrë borxh. Këto dy burime kombinohen në raporte të përcaktuara. Dhe ky kombinim synon sigurimin e mbarvajtjes sa më të mirë të punës në ndërmarrje. Tani në këtë pjesë do të shikojmë domosdoshmërinë e financimit afat shkurtër. Të tre njësitë ekonomike gjatë veprimtarisë së tyre kryen si shpenzime korrente ashtu dhe shpenzimet investimi apo kapitali. Shpenzimet korrente, që shpesh
bazuar në realizimin, materializimin dhe efektet në veprimtarinë ekonomike, konsiderohen si shpenzime afatshkurtra. Kështu shpenzimet që bën shteti për pagat e punonjësve buxhetor, shpenzime për përkrahje sociale, shpenzime për blerjen e inventarëve e të tjerë, janë shpenzime korrente, që ai bën shpesh gjatë një viti buxhetor. Disa nga këto shpenzime janë edhe periodike gjatë vitit. Po ashtu edhe ndërmarrjet kryejnë shpenzime korrente shpesh dhe të përditshme, si lëndët e para, materiale ndihmëse, pagat e punonjësve e të tjerë. Ekonomitë familjare kryejnë shpenzime të përditshme apo të përjavshme për madhrat e konsumit të gjerë, pagesat e qirave, energjinë elektrike e shumë të tjera. Realizimi i shpenzimeve korrente bën që tenjësitë ekonomike të mos kenë mjetet e nevojshme monetare për të realizuar ato. Dhe kjo për faktin e mos përputhjes së flukseve monetare hyrëse me ato dalse. Në këto kushte, themi se njësitë ekonomike ka nevoja financiare afatshkurtra për të përballuar shpenzimet korrente. Burimet e financimit, sipas afatit të maturimit, i klasifikojmë në 3 grupe kryesore. Burimi i parë janë burime financimi afatshkurtër, ku maturimet e shlyerjes së detyrimeve janë deri në 1 vit. Grupi i dytë janë burime financimi afatmesëm, ku maturimet e shlyerjes së detyrimeve janë 1 deri në 5 vjet. Dhe i treti janë burime financimi afatgjatë, ku maturimet e shlyerjes të detyrimeve janë mbi 5 vjet. Shteti ka nevojë për financim afatshkurtër në periudha të ndryshme të vitit, ku shpenzimet korrente janë më të mëdha dhe kur të ardhurat që sigurohen janë më të paktë se shpenzimet për t'u realizuar. Në qoftë se do t'i referohemi nevojave financiare afatshkurtra të ndërmarrjeve, ato mund të paraqiten në një nga 3 format e mëposhme. Forma e parë është për të përballuar nevojat e blerjeve dhe furnizimeve sezonale, për shkak të lëndës së lëndëve të para, për shkak të natyrës së produkteve tregtare, të natyrës së ndërmarrjeve tregtare, për shkak të politikave e marketing, për shkak të natyrës së tregjeve, ose për të gjitha shkaqet e marra së bashku. Forma e dytë është për të mbuluar mospërputhjen në kohë të periudhës së shpenzimeve me periudhën e arkëtimeve të ndërmarrjeve të natyrave të ndryshme. Ndryshe nga kjo mospërputhje, në financë quhet për të financuar nevojat e përkohshme në fonde qarkulluese. Dhe e treta, për të përballuar mungesën e përkohshme të likuiditetit të ndërmarrjeve, kompanive, bankave ose edhe njësive të pushtetit vendor e publik. Në gjuhën e financës, këtë nevojë të prezantuar te firmat do ta gjejmë si nevojë për të mbuluar deficitin e thesarit të ndërmarrjes ose si lehtësi e arkëtimi. Ka dhe një emërtim tjetër, që cili është mjaft i përdorshëm në literaturën financiare, lidhur me përdorimin e burrimeve të financimit afatshkurtër për të mbuluar mungesën e përkohshme të likuiditetit, i cili quhet financim afatshkurtër për maturim të fondeve. Atëherë kjo ishte tema për sot. Do të shihemi në temën e radhës në videon tjetër.